për t'ju dhënë akses ekonomik dhe të ardhurë ekonomike. Çdo gjë bëhet për vota. Në qoftë se duan t'i japin Bashkisë së Selenicës, t'i japin Vlorës, do japin Vlorës sepse ata e panë shumë mirë socialistët që në zgjedhjet e pjesshme që u bën në nëntor të 2025-s, morën pjesë vetëm 12% të qytetarëve, ose kryetare e Bashkisë Donja Mersini u bë me 7% të votave të qytetarëve. Nga 174.000 votues që ka qyteti Vlorës, mori vetëm 12.000 vota, që është e papranueshme që një bashki të qeveriset me 7% votave. Kjo është bërë për arsye politike dhe nuk është bërë për asnjë arsye tjetër. Në dëgjesën publike e cila është bërë në qytetin e Vlorës, unë kam shprehur shumë qartë që nëse duhet jemi korrekt në pjesën ekonomike që të kemi bashki eficiente, ne duhet të ndanim në 3 bashki. Një bashki do ishte Bashkia e Selenicës, që të ishte ashtu si është dhe mos lëvizte, duke e kthyer gjithmonë, duke u dhënë prioritet bashki duke e kthyer në industri, në fotovoltaik dhe në pjesën minerare, pasi ajo zonë ashtu është e krijuar, dhe në agroturizëm, të krijojë një bashki tjetër që do të mblidhte të gjithë shatrat e zonës të Myzaqes, ose si i thonë në Vlorë, ose pjesës Novoselës, duke e kthyer një bashki agro, duke e kthyer dhe një bashki që të jetë një bashki jo urbane, rurale, dhe Vlora do ishte shumë mirë, do ishte shumë komode, duke përfshirë dhe Orikumin, duke i hequr pjesën e Myzaqes dhe të Novoselës, Vlora duke u kthyer një bashki urbane dhe një bashki turistike, duke përfshirë Bregdeti. Kjo ishte ajo çka po mendoja. Dhe çfarë unë logjikoja nga ana ekonomike, pa bërë kalkulime politike, gjithmonë si ekspert ekonomik, pavarësisht edhe pse jam dhe politik. Por Partia Socialiste ka hedhur të opsion që të çojë në Bashkinë e Vlorës të bashkangjisi Bashkinë Selenicës. Bashkia e Vlorës, ne sot që po flasim, menaxhon 5 njësi administrative përveç 2 qyteteve që është Vlora dhe Orikumi, të cilët to 5 njësi administrative kanë 37 fshatra të përfshirë në të. Në qoftë se Bashkisë së Vlorës do t'i japim dhe Selenicën dhe ta bëjmë një bashki bashkë me Selenicën, do t'i bashkangjiten Bashkisë së Vlorës edhe 6 njësi administrative ose 47 fshatra të tjerë të lumit të Vlorës. Do me thënë, Bashkia e Vlorës do menaxhonte 3 qytete, të cilët janë Vlora, Selenica dhe Orikumi, do menaxhonte 84 fshatra, që të gjithë zonës, 11 njësi administrative të cilët përfshin 84 fshatra, dhe Bashkia e Vlorës kanë aktualisht menaxhon 616 km2 sipërfaqe, do t'i shtoheshin dhe 512 km2 sipërfaqe që është e Selenicës, dhe është e pamundur që të bëhet ky menaxhim. Problematika kryesore që lind në bashkit janë njerëzit dhe mënyra si bëhet puna në bashki. Në vitin 2014, kur është bërë reforma atëherë territoriale, na është premtuar që do të ishte një reformë territoriale e cila do bënte grupimin dhe kthimin e komunave në njësi administrative dhe decentralizimin e tyre. Në këto 12 vite çdo gjë është centralizuar më shumë. Centralizimi ka sjell problematika në keq menaxhimin e territorit. Sepse në qoftë se flasim për njësi administrative, njësitë administrative duhet jenë të pavarura. Mund të varen nga ana le të themi ligjore nga Bashkia e Vlorës, por njësitë administrative duhet kenë buxhetin e tyre, të ardhurat e tyre dhe të menaxhojnë të ardhurat e tyre. Sepse njësia administrative e Orikumit, po t'ju jap më shumë detaje për ta kuptuar, njësia administrative e Orikumit sot që po flasim mbledh diku te 7-8 milion të ardhura nga taksat vendore që jep bashkisë. Dhe bashkia në njësinë administrative të Orikumit investon vetëm 3% të këtyre të ardhurave. Por, duke pasur nga njësitë administrative aksesin e tyre, të ardhurat e tyre, buxhetin e tyre, e menaxhojnë gjë më mirë, pavarësisht se varen nga Bashkia e Vlorës. Kështu që për mua, edhe kjo reformë territoriale është e dështuar, sido që të bëhet, sepse reforma duhet fillojë në pjesën ekonomike dhe në decentralizimin, qoftë të bashkive, qoftë të njësive administrative. Qartë, zoti Nika, ju ndalet pak tek dëgjesat. Shprehet gjithashtu edhe propozimin që ju keni bërë. Po, në tërësi, meqense thatë që nuk dëgjohet nga politika, zëri i popullit, as nga majoranca dhe as nga opozita, cilat janë pretendimet kryesore të qytetarëve, duke referuar patjetër dëgjesave, por jo vetëm, duke qenë se ju jeni këshilltar në Bashkinë e Vlorës edhe madomendja jeni në kontakt me qytetarët. Cilat janë kërkesat e tyre thelbësore, pa u ndalur ndoshta te teknikalitete?
Kërkesat e tyre janë pafund. Unë po ju marr një shembull konkret që në dëgjesat që ka bërë Bashkia Vlorë për projekt buxhetin e vitit 2026, të cilën këshilltarët socialistë e miratuan në dhjetor të 2025-s, në një pjesë të buxhetit ishin të shënuara të gjitha pjesët e dëgjesave publike, ku qytetarët në digjesa nxjerrin problematika të ndryshme duke filluar që nga infrastruktura, që nga pjesa e pastrimit qytetit, që nga pjesa e shërbimeve të cilën presin nga bashkia dhe shumë gjëra të tjera, që nga investimet që ata kërkojnë në zonat e tyre, në çdo gjigjes që është bërë si në qytetin e Vlorës, në rajone dhe njësi administrative. Në atë buxhet ishin shënuar 43 pika të cilat ishin nga digjesat, dhe disa ishin implementuar në buxhet vetëm 5 kërkesa. Nuk e dëgjojnë zërin e qytetarëve. Kjo ndodh në bashki, po kjo ndodh edhe në reformën territoriale. Unë i kam ndjekur të gjitha mbledhjes e reformës territoriale të cilët ka bërë komisioni, zoti Mazniku me zotin tjetër të Partisë Demokratike, zotrin tjetër, dhe unë i kam ndjekur me kujdes. Po, dhe unë i kam ndjekur me kujdes dhe kam parë me vëmendje që të gjithë qytetarët kanë shprehur problematikat e tyre. Ka pasur dhe nga ata qytetarë që nga pjesa e nacionalizmit të cilët jetojnë në një zonë duan bashki, por po të marrin nga ana ekonomike, nuk janë marrë parasysh kërkesat e tyre. Nuk janë marrë parasysh kërkesat e tyre sepse Mazniku ka qenë me një ide të qartë që në fillim, dhe unë e di që pa filluar reforma territoriale nga burimi informale nga Partia Socialiste, që do ishte në këtë mënyrë dhe po doni ta dini që deri përpara 3 muajsh ka pasur dhe një ide në kryeministri që Himarat i kalonte Vlorës. Më kupton? Ata i bëjnë gjërat në mënyrë politike dhe shikojnë ku ka kalkulime politike, nuk u interesojnë qytetarët. Sepse nëse do t'u interesonin qytetarët, nuk do abuzonin me taksat e qytetarëve, sepse shtetë është dhe Kosova, shtetë është dhe Maqedonia dhe nuk kemi dëgjuar skandale siç dalin në Shqipëri, çdo 3 orë një skandal. Skandali i parë mbyt të dytin, i dytit të tretin, i tretit të katërtit dhe është hyrë në një gjë komune, në një gjë normale. Kështu që nuk dëgjojnë qytetarët, sepse edhe me kushtetut duhet të jenë shërbime, duhet të jenë afër qytetarëve. Absolutisht, prandaj do një pyes. Janë edhe gjëra fare minimaliste që i përkasin përditshmërisë, po që janë thelbësore për qytetarët e komunave e bashkive. Jo vetëm komunat e bashkisë i lirë, po edhe po të marrim në pjesën qendrore, në pushtetin qendror, qyteti Vlorës, të cilët unë i përkas, unë po të them që qyteti Vlorës nuk ka më asnjë institucion, janë hequr gjithë institucionet. ASHK-ja hipoteka i ka vajtur në Tiranë, drejtoria simore ka vajtur në Fier, OSHE-ja ka vajtur në Fier, gjitha drejtoritë e tjera, arshivat, qoftë të gjitha drejtoritë janë larguar nga Vlora, drejtoria rrugahurës ka vajtur, infrastrukturës e transportit ka vajtur në Gjirokastër, drejtoria arshivës ka vajtur në Lushnjë, nuk ka asgjë Vlora. Këta po i largojnë çdo gjë dhe kjo është e qëllimshme, unë e shikoj të qëllimshme.